Të dashur shqiptar, kjo është mburoja ime dhe heshta ime është pena. Dhe dua t'ju them që gjithë jetën time kam luftuar, si një spartan i vërtet, kundër idesë që shqiptarët janë pellazg, dhe akoma luftoj dhe në këtë moment që po bëj këtë film. Kjo është mburoja ime, një orë, e cila ka mbetur mbas goditjes së saj me shishe, sepse kam zbuluar gjëra të lemeritshme. Kam zbuluar një shirit prej metali në Dodon, në të cilën shkruhet një fragment. Euk esti. E dini ç'do thot euk esti? Do thot në gjuhën arvanitese anuk esti, se arvanitasit i thon është esti ose eshti. Kjo mënyrë esti gjendet vetëm në gjuhën arvanitase, në mbishkrimet e Dodonës dhe tek arbëreshët në Itali. Por jo nga Shqipëria, këta arbëresh dalmat në Molizë, që kanë ardhur bashkë me disa kroat. Dhe ata flasin një gjuhë të ngjashme me arbëreshët arvanitas, nga Hellada, që janë përzën nga grekët, sepse grekët nuk e dinin që arvanitasit janë vëllezërit e tyre më të afërt. As unë nuk e dija dhe sa më tepër që zbuloj argumenta që vërtetojnë këtë gjë, aq më shumë tërbohem dhe aq më shumë e luftoj këtë ide dhe aq më shumë gjej argumente të tjera që shqiptarët dhe helenët janë vëllezër. Kjo është shumë e tmerrshme. Si mund të jenë shqiptarët dhe helenët vëllezër? Fjala esti gjendet vetëm në gjuhën e Dodonës dhe në gjuhën shqipe. Nuk gjendet në greqisht, në variantin e Atikës. Nuk është pra. Ky është një tmerr i vërtet. Sepse këtë fjalë kam gjetur në shkrimet më të lashta të gjetura në Qipro. Është kjo formë este. Do ta shikoni këtë film, do kthehem përsëri tek gjuha e Qipros, sepse në Qipro ka ndodhur ndryshimi i alfabetit të Mikenës nga 1500 shenja janë reduktuar në 60 dhe ky është një pasqyrim i alfabetit të fenikasve. Dhe janë gjetur mbishkrime të fenikasve dhe pastaj ngjit me ta shënimet në Qipro me këtë alfabetin e Mikenës të reduktuar në 60 shenja. Pra ky është alfabeti nën i alfabetit pastaj fenikas të helenishtes dhe ilirishtes. Pra gjuha e Qipros, gjuha e Dodonës, e pellaskëve, është nëna e Shqipes. Nuk është kjo gjë më e tmerrshme. Do të shikoni një film tjetër. Kjo është forma pyetëse e dialektit atik, që në dialektin pontik është a. Madje ka ndodhur psilosis. Ka qenë he, është dukur h-ja, edhe në dialektin dorik, ha është dukur h-ja dhe është bërë a. Ka mbetur a në shqip. A nuk është në shqip. Euk esti në Dodon, kopje, por jo në greqisht, jo në dialektin e Atikës. Ky është një tmerr i vërtet. Dua t'ju kujtoj shqiptarëve që unë kam gjetur qytetin Lule. Në greqisht është Luludhi, Lule. Unë kam gjetur qytetin Klaja, nga folja me Kla. Është në Hellad. Unë kam gjetur qytetin Malea, në krahinën e Akajas, në jug të Greqisë. Tmerr o tmerr. Toponimet shqiptare të dashur shqiptar gjenden në Greqi, jo në Shqipëri. Këtë nuk e kisha parashikuar kurrë. Tani ç'është ky shirit i Dodonës? Që janë këta shirita? Këtë e zbulova krejt rastësisht duke mbajtur kitarën këtu në dhomën time dhe duke imituar kutinë e Dodonës.
Kutia e Dodonës ishte një kuti prej metali ku vareshin këto shirita. Në këto shirita është gjetur një vrim që vareshin. Dhe unë shkoj rastësisht në një dyqan dhe blej një raketake që quhet kurthi i ëndrave. Përdoret ky kurthi i ëndrave tek indianët e Amerikës. Edhe ata thonin që një dëshirë të plotësohej nga kurthi i ëndrave, një lloj rjete që lëviz era. Kështu ishte edhe kutia e Dodonës, e përshkruar nga Straboni, varet në degën e dushkut dhe nga kjo dega e dushkut në këtë kuti në një kamban të vogël ose gitare të vogël varen këta shirita me dëshira në formë pyetjesh, a të ri këtu, a të banoj këtu, a të martohem. Këto shirita kishin vetëm një fjali pyetëse. Në gjuhën helene kjo është me he, në gjuhën dorike ishte me ha. Dhe pastaj unë këtë e kuptova, jam i vetmi njëri në botë që ka kuptuar këtë gjatë xhirimit të filmit u bë kjo. Pra duhet ta shikoni atë film. Dhe unë e kuptova duke parë kitarën time se si gjendej përgjigja. Kjo quhet kutia llafazane. Ç'është kjo kutia llafazane? Vareshin këto shiritat me pyetje, shirita prej metali, tundeshin nga era dhe nga mënyra se si doje ta interpretoje ti, si të doje kuptohet. Ai orakulli thoshte, nëse shikonte shkëlqimin në sytë e atij që bënte pyetjen, thoshte po, duhet banosh këtu. Nëse ai që bënte pyetjen ishte i trishtuar, domethënë që ai nuk donte të banonte aty. Dhe është shumë e lehtë për të përgjigjur thjesht nga leximi psikologjik i atij që bën pyetjen. Pra orakull mund të bëhet çdo njeri. Sidomos orakujt kishin shumë eksperiencë me ata që bënin pyetje. Si ata shqiptarë që shkojnë tani tek magjistari, bëjnë pyetje dhe magjistari kupton çfarë dëshire ka ai që bën pyetjen dhe i jep atë përgjigje që ai do. Krejt ndryshe nga magjistarët dhe orakujt, unë nuk i jap shqiptarëve përgjigjet që duan ata, përkundrazi, unë kam dhënë gjithmonë përgjigjet që ka dalë prej inteligjencës kompjuterike, pavarësisht nëse ajo ju pëlqen shqiptarëve ose jo. Pra, inteligjenca kompjuterike e ka shpjeguar dhe në anglisht dhe në shqip që kjo lloj pyetje është vetëm në gjuhën arvanitase dhe në gjuhën e periodëve në Dodon. Kjo nuk është gjuha e Atikës. Kjo është kaq e tmerrshme, kjo që ka ndodhur, sa që do e kisha thyer këtë orë me siguri. Ka mbetur kjo orë, shkoni, por nuk ka gjë. Kjo është mburoja ime. Unë do vazhdoj të luftoj kundër idesë pellazge, po gjej gjithmonë më shumë argumenta që vërtet gjuha pellazge është dialekti dorik, për fat të keq. Pra këto zbulime janë bërë krejt rastësisht kur Neritan Ceka futet në një diskutim me një gazetar italian, zgarbi dhe i thot atij që mbishkrimet e gjetura në Byllis janë ilire. Jo, i thot zgarbi, janë greke. Unë pastaj lexoj veprën e Neritan Cekës dhe të Hasan Cekës dhe Olgita Cekës dhe ata shkruajnë që këto janë mbishkrime greke. Pastaj lexoj literaturën franceze, thonë ata, jo, këto janë mbishkrime pellazge, janë me gabime. Sepse francezët nuk e dinin që këto ishin dialekte të ndryshme të folura në Iliri. Dhe ilirët kanë përdorur dialektin dorik dhe kjo formë pyetëse me a është vetëm në shqip dhe në dialektin dorik. Nuk ka në asnjë gjuhë tjetër të botës. Është e jashtëzakonshme. Kjo formë përdoret edhe për në fjalit ose. Edhe në shqip atë kuptim ka, edhe forma pyetëse edhe ose në shqip. Për shembull, a do vish, a do rish. Pra, edhe kjo formë përdorej në helenisht, por me e, jo me a, si në dialektin dorik dhe në shqip. Kjo është e tmerrshme. Nuk jam i lumtur, por unë nuk jam orakull. Unë nuk i gënjej shqiptarët. Nëse inteligjenca kompjuterike thotë që kjo është dialekti dorik, unë do ja tregoj shqiptarëve ashtu siç është, pas një lloj ndryshimi. Por këto shirita që kanë mbjetuar sepse ishin shirita prej metali që vareshin tek kutia llafazane, kutia e Dodonës.
i tunte era, dhe kjo ishte pikërisht kurthi i dëshirave, kurthi i ëndrave, si tek indianët e Amerikës, kopje, dhe kështu ka ndodhur edhe me këtë shirit që gjeta unë. Është i paplot, mund të jetë gërvishtur nga arkeologët minoritar, por minoritarët nuk e dini që ky ishte dialekti dorik të dashur shqiptar, e tmerrshme. Gjuha shqipe është vazhdimsi e dialektit dorik, e llahtarshme, nuk gjej dot fjalë, ja shikoni vetë. Të dashur shqiptar, siç e shikoni, ky mbishkrim është i ndërprer, është në një shirit metali, në Dodon, që varej tek kutia llafazane prej metali, për të përplasur me erën dhe për të gjetur tingullin që lëshonte kjo formë gitarje, kjo lloj këmbane, dhe ai orakulli e interpretonte si të donte duke parë reagimin e atij që bënte pyetjen. Pra, në gjuhën helene duhet të ishte e ouk esti. Mirë, po kjo shkruhet në gjuhën e Dodonës e ouk esti me 2 s. Kjo s intensive tregonte që kishte filluar të shqiptoheshte me sh, si në shqip, dhe në gjuhën e arvanitasve. Këtë kanë parë francezët dhe kanë thënë që kjo është gjuhë pellazge, jo greke, sepse nuk është. Francezët thonë që është me gabime. Nuk është me gabime. 2 s intensive tregojnë që kjo shqiptohej si sh e shqipes. Fjala esti ose eshti është shqiptimi i fjalës është tek arvanitasit dhe tek shqiptarët e Molizës që vinin nga Kroacia. Pra, 2 shqiptar me një shqipe arkaike përdorin të njëjtën fjalë, esti, që në shqip është. Të dashur shqiptar, tani do e lyej vete me parfum, sepse më vjen era pellazg. O zot. Mi ishte bërë kjo era pellazg si era jevg. Po e hoqja, më duket. Po nuk hiqet. E nuk esti, në shqip është anuk eshti. Në gjuhën arvanitasve. Të merë. Pra, gjuha pellazge është parentse e shqipes. Llahtar. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë. Sa herë të flisni për pellazgjin, ju lutem përdorni parfume të shtrenjta, ja vlen për mendimin tim. Më mirë kurseni për bukën se sa t'ju vi era pellazg. Mirupafshim.